Të martën në mëngjes, Shqipëria do të shndërrohet në arenën kryesore të një prej stërvitjeve më të mëdha ushtarake të zhvilluara ndonjëherë në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë, Defender Europe 2025, një operacion i orkestruar nga Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara, do të sjellë në terren 10 mijëra trupa nga SBA, vendet anëtare të NATO-s dhe partner strategjik në një demonstrim të fuqishëm të bashkëpunimit dhe gatishmërisë ushtarake ndërkombëtare. Stërvitja do të nisë nesër me marshimin e trupave nga garnizoni ushtarak i Zallherrit, drejt qendrës së stërvitjes në Biz, ku do të zhvillohen fazat më intensive të manovrave ushtarake. Burime nga Ministria e Mbrojtjes bëjnë me dije se skenaret e parashikuara përfshin operacione mësymse dhe mbrojtëse në terrene të vështira, stërvitje për dislokime të shpejta, mbrojtje të infrastrukturës kritike dhe reagim ndaj kërcënimeve hibride. Defender Europe 2025 është konceptuar në përputhje me nenin 5 të Traktatit të NATO-s, i cili garanton mbrojtje kolektive ndaj çdo sulmi të jashtëm ndaj një shteti antar. Në këtë kontekst, pjesëmarrja e Shqipërisë dhe Kosovës si vend mikpritës nuk është thjesht një formalitet logjistik, por një shenjë qartë e rolit strategjik që këto vende po luajnë në arkitekturën e re të sigurisë euroatlantike. Fokusi i kësaj stërvitje është vënia në provë ndërveprimit të forcave të vendeve aleate, koordinimi në kohë reale dhe rritja e kapaciteteve për përballimin e kërcënimeve potenciale në një ambient operacional gjithnjë më kompleks. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë herë do të ketë theks të veçantë mbi logjistikën e avancuar, sigurinë kibernetike dhe përballimin e krizave të përmasave të mëdha. Krahas Shqipërisë, një tjetër qendër strategjike e stërvitjes është Kosova, ku trupat do të trajnohen për skenar të sigurisë së kufive, menaxhimit të emergjencave dhe dislokimit të shpejtë të forcave. Sipas burimeve të NATO-s, ndërhyrja e përbashkët në skenar simulative të krizave do të forcojnë ndjeshëm kohezionin ndërmjet ushtrive pjesëmarrëse. Kjo është hera e katërt që Shqipëria luan një rol qendror në serinë e stërvitjeve Defender Europe, duke konfirmuar statusin e saj si një aleate e besueshme në kufirin jugor të NATO-s. Sipas Komandës së Forcave të Armatosura Shqiptare, përfshirja e vendit tonë në këtë mega operacion është një dëshmi e besimit të partnerëve ndërkombëtar, por edhe një provë transformimit që ushtria shqiptare ka pësuar në këto vite nga një strukturë e vjetër dhe ngadalt në një forcë moderne dhe integruar.